Tani pak te Ganiu, një garus me shumë përvojë në Kosovë, gjatë në sportin e bowlingut. Çka do të thotë realisht fjala bowling për ty personalisht? Për mua bowlingu është një sport shumë i dashur, edhe nuk e di çfarë që më shnum jam me bowling, se merrem me biznes, po më thon s'lum bowling. Ma nuk di pse jetoj. Çfarë që du. Do të thonë që mos i thuj se ti no. Jos krytas, si bom. Tash pjesëmarrja në kampionatin evropian të kampionëve, sa është e rëndësishme fillimisht pjesëmarrja dhe sa je i kënaqur me atë që është paraqit në këtë garë jashtëzakonisht vështirë. Që pjesëmarrja është shumë e rëndësishme për neve, se na jemi në këtë sport jemi pak të ri, po kur merr pjesë në kampionat botëror edhe në kampionat evropian në ICC, do thotë është një sukses, është një përvojë që në të ardhmen do të gjeneratat e reja na ja kena trasu rrugën bashkë me Nusretin, i cili po mos ishte Nusreti sigurisht që ky sport ndoshta kishte ngjesë para ca viteve, po ky e ka shty me forcë, me karakter, me mundësi, me gjitha i ka pas në vetë. Do thotë ky ka udhëtu 3 herë në ditë në Prishtinë, po ndaj 3 herë në javë, ka udhëtu në Prishtinë. Edhe sa kena ardhur te momenti a do vazhdojmë apo nalmi, ka thonë ja do të vazhdojmë se